mesazhi kryesor është që ne t'jemi më të përmbajtur. Nga çdo gjë. A e keni pa në mëngjes kur të qohemi, ndoshta na shkon mendja më shku me marr një gotë ujë ose me pini diçka më njerë, duhet mu stopu dhe më thonë, sot qenë ka asgjërim. Prandaj, jo vetëm abstenimi nga ushqimi dhe pijet dhe gjitha ato që i ndalon gjatë ditës agjërimi i Ramazanit, por njeriu e bën më të durueshëm, më të edukuar, më të devotshëm, më të arsyeshëm, më të urtë, sepse durimi dhe urtësia e njeriut është cilësia më e mirë dhe më e lartë që njeriu duhet ta ketë në këtë botë. Prandaj muaji i agjërimit na bën më të vetëdijshëm. E Muhamedi a.s. ka thënë, ai që nuk i lën fjalë tek këqija dhe të vepruarit me to, nuk ka nevojë Allahu i madhruar për urinë dhe etjen e tij. Dhe ky hadith i Muhamedit a.s. na sqaron domethënien e Ramazanit. Pra, nuk po rrim të uritur gjatë këtij muaji të Ramazanit vetëm që të largohemi nga ushqimi dhe pijet, po të largohemi edhe nga fjalët e këqija, edhe nga urrejtja jonë, edhe nga kundërshtimet, ose nga mospajtimet, t'i qasemi durimit dhe fjalëve të mira, këshillave të mira, leximit të Kur'anit, namazeve shtesë, siç është namazi i teravive apo namazi i natës. Gjitha këto e bëjnë komplet një pako që Allahu i madhruar na ka dhënë dhuratë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Pra, kjo dhuratë e madhe ka në vete pra gjitha këto të mira, jo vetëm të mirën tonë shëndetësore, sepse e dim që agjërimi është mënyra më e mirë e pastrimit nga toksinat tona të organizmit. Po agjërimi duhet të ketë edhe rolin e pastrimit ton nga fjalët e këqija, dyshimet, mospajtimet, kundërshtimet, por gjithashtu edhe arritjen e devotshmërisë, sepse në fund të ajetit të obligueshmërisë së agjërimit, Zoti i madhruar ka thënë, nëse doni të bëheni të devotshëm, pra ju është obliguar juve Ramazani, agjërimi, ashtu siç ka qenë për obligim edhe për popujt para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra, ky është